Se mendoni se burri quhet zoti i shtëpisë? Burri do të shpijë, kush tjetër? A duhet burri t'i ndihmojnë në punët e shtëpisë femrës së tij? Për një familje tamam normale. Juve e ndihmoni? Patjetër. Çfarë punësh bëni kryesisht? Ç'a të ketë? Gjitha. Të gjitha. Po burri quhet se burri është burr. A mendoni se i takon të bëj punët e shtëpisë? Jo, me bëj punë burri, po gruaja që ka telenovelën. Hajde mend. Burri quhet zoti i shtëpisë, pasi vetë gjendja civile e përcakton para martesës, kush është krye familjar, nëse është burri apo gruaja, dhe kështu që vendoset domethënë në regjistër nacional ose në monitor që quhet. Mendoni që e cakton gjendja civile? Po, në fillim, jo. Bien dakord domethënë se u bëhet pyetja të dyve domethënë, dhe ata vendosin bashkërisht se kush ashtu është domethënë në përgjithësi, po duhet patur parasysh që duhet të reflektoj mirë burri ose gruaja, pasi fjala krye familjar domethënë ka peshë në vetvete, pasi i e përgjegjës për fëmijët që lindin dhe për gruan domethënë ose anasjelltas, po në përgjithësi ai që punon domethënë ose e ka rrogën më të lartë, ai është në përgjithësi krye familjar. Po, ka nga ata burrat që u vjen orësh, për shembull po ta marrësh rastin tim familjar, të nëna ka qenë deputete nga viti 82 deri në vitin 96, domethënë se ka pas 3 mandate domethënë. Edhe tani babi përpiqeshte krahas punës si mjek, përpiqeshte bëte dhe për ne fëmijët domethënë 5 fëmijët, ishim 3 vëllezër dhe 2 motra domethënë, dhe po ashtu kur shkote mami, se ne jemi me origjinë nga Peshkopia, kur shkote mami në Tiranë që kishte mbledhja apo në parlament e gjëra, atëherë dhe miq kur vinin domethënë të shtëpia, babi përpiqes bëte diçka më grave. Po, një radhë erdhi Haxhi Lleshi, që ka qenë presidenti i presidiumit domethënë, dhe babi u propozoi të bëhet drekën domethënë për 50 vjet, 60 vjet domethënë, dhe edhe ai e kishte për herë të parë domethënë një numër kaq të lartë domethënë, dhe po ju si një mashkull do ndihmoni partnerin tuaj në punët e shtëpisë? Po, kur ishte Covidi domethënë, përpiqesha të bëja me ngrënë domethënë, se ke parasysh u izolu komplet gjithçka domethënë, dhe përpiqesha herë diçka fasule, herë diçka makarone, diçka mish domethënë. Po, tani ka ndryshuar gjithçka, nëse du me ngrënë, i telefonoj atij, vije me motore, sjell përgjithësore picën, diçka të tillë, ose shkem në restorante kur je foni se gjendjen ekonomike e kam mirë dhe është turp domethënë të bësh me ngrënë të shtëpia, pastaj nuk është higjienike, ai vije aroma e gjellës e ushqimit vije te shtëpia, më mirë shkon në restorante, aty ka restorante. Higjienike është hash jashtë, mendoni? E vërtet. Se mendoni se burri quhet zoti i shtëpisë? Keni një mendim? Sepse si të them ndonjë. Po të një shpjegim. Po i shpjegim. Po. Mendoni se e bën autoriteti apo autoriteti mbi familjen? A mendoni se burrat duhet të ndihmojnë gratë në punët e shtëpisë? Normale po. Ju jeni ndihmues të bashkëshortja juaj? Po. Kryesisht çfarë punësh bëni? Jo se laj se fshi. E kuptoj? Gjëra tjera. Pjesën e gatimit? Jo. Ka raste po. Kur s'është gruaja? Jo. Është burr. Është burr. Mendoni se burri duhet ta ndihmojë gruan në punët e shtëpisë? Patjetër. Ju e ndihmoni tuajën? Disi me raste. A mendoni se i takon burrit të bëj punët e shtëpisë, duke qenë se ka një Duhet i bëjnë të dy bashkë. Ju ndihmon burri juaj? Patjetër. Po burri e mban shtëpinë. Burri e mban shtëpinë. A mendoni se burri me gjeti gosh, rrugës me çu shtëpi ka marrë, gruaja s'ka marrë. Eksakt. A mendoni se burri duhet i ndihmojë gruas së tij në punët e shtëpisë? Po ne jo tron me lëvizjen e divanit, jo, apo çfarë, lyva shtëpinë un parë mbrapa, ndihmohet lëvizja plate, lyva vetë. Shumë mirë, që keni shumë punëtor. Po punë të lehta si për shembull gatim, larja e vetë, pastrim. Me shkujt në vesh, po çfarë vin nga puna, dhe ata si të ikë shtëpi po çfarë? Me shkujt e jo më hangër bukë, dhe rritesat vinë nuzë se on punë. Pse mendoni se burri quhet zoti i shtëpisë? Tashi, mendojmë që burri domthonë është zoti i shtëpisë. Në kohët më përpara ka qenë diçka që burri sillte lekun në shtëpi, për shembull bonte punët më vështira të shtëpisë. Për shembull edhe kur vinte në shtëpi, pastaj domthonë ka qenë si zoti i shtëpisë. Po, ishte krye familjari, po tashi kohët kanë ndryshuar. Tashi janë familje që janë gratë që sillin lekun më të madh në shtëpi. Për shembull, atëre burri do ta uli pak atë unën, nga që domethënë gruaja sjell atë domethënë ekonominë domethënë. Bëhet ajo pastaj si e para shtëpisë domethënë. Bazisht tuat kryesore. Po, domethënë ka ardhur koha që edhe burri dhe gruaja domethënë kanë drejta të barabarta, domethënë dihet se edhe un kam jetuar ikon në Evropë aty në Gjermani edhe për gruan domethënë ka ligje shumë të forta.
Domthonë shumë, i kanë qenë legjet shumë të rrepta dhe shumë të forta. Edhe kështu, domthonë, është si familje. Edhe këtu në Shqipëri, për shembull, kur kujton ato kohë që kanë qenë kohët e zakoneve më përpara që do ulesh gruaja, ti lante kamët burrit me legen ose mikut shtëpisë. Domethënë edhe kështu e tjera disa gjëra zakone prapanike që tash i kanë ndryshuar çdo gjë. Ke parasysh? Duke qenë se ka edhe këtë emrin zoti i shtëpisë, burrit. A mendoni si takon burrit ta ndihmoj gruan në punët e shtëpisë? Si larja, gatimi? Kontrofon nga çfarë punë ka burri, me çfarë merret, çfarë punë ka burri, çfarë punë. Po qofse është në shtëpi, pse mos e ndihmoj? Qofse është në shtëpi, për shkak me bën ai punë shtëpiake, pse jo? Që është i lirë, edhe koha shkon, edhe kështu në harmoni, domethënë. Ju ndihmoni partnerin tuaj? Unë ndihmoj, unë kur jam punë, për shembull. Se unë jam 4 motor, jam i ditë punë, pastaj ditën tjetër që jam pushim, kur kam kohë, bëj pazaret, ndihmoj në një gjë në shtëpi, domethënë në diçka në shtëpi, domethënë jo bëj në drek, në mjes, në dark, domethënë gatuaj që i thëj lave. Edhe kështu, domethënë gjindem shtëpisë, domethënë i gjindemi domethënë familjes, po nuk u bën gjithë punët shtëpiake, nuk ka dhe familje harmoni pastaj. Eksakt, edhe gruaja do të jetë punë. Gruaja thot, unë u lodha edhe në punë, edhe punët e shtëpisë, edhe kështu dhe ka gjithmonë konflikte. Do mundohemi gjithmonë që ta mbështesim familjen, gruan, do gjithë përbashkë që të kaloj dhe koha sa më bukur, sa më mirë. Se mendoni se burri quhet zoti i shtëpisë? Se e kanë thënë të parët, se e kanë thënë gjyshrit, stërgjyshrit tonë, edhe kështu kanë ngelur dhe tash, po s'është e vërtet. S'është e vërtet? S'është e vërtet. Se mendoni se është e vërtet? Po s'është e vërtet. Se edhe ditët e sotme burrat i quajnë si zot shtëpie. Po i quajnë, po kush burrë grua çift shkon shumë mirë, nuk ka asnjë gjë. Thot, o burri o gruaja janë të dy bashkë. Të dy bashkë. Kështu mendimi im. Duke qenë se janë të dy bashkë dhe jeni me këtë mendim, a mendoni se burrit i takon ta ndihmojë gruan në punët e shtëpisë? Patjetër kur ka kohën e lirë. Po. Patjetër. Burri juaj ju ndihmon nëse mund ta dim? E kam burrin shumë të mirë, edhe që më ka dhënë babai në vitin 76, po shqyr Zotit më qelloi mirë. Ju shkon mirë. O mirë fare.